Kryeministri Albin Kurti ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për formimin e qeverisë së re, siç është thënë në një njoftim të fundit nga zyra e tij. Në komunikat thuhet se Kurti po konsultohet me partitë politike të pakicave për formimin e qeverisë së re, derisa sot ai ka takuar zëvendës kryeministren e tretë, Emilia Rexhepi, një herazi kryetare e Partisë së Re Demokratike. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për konsultim me to në lidhje me formimin e qeverisë së re, pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Në kuadër të këtyre diskutimeve, kryeministri u takua me zëvendës kryeministren e tretë për çështje të pakicave dhe të drejtat e njerëzit dhe një herësh kryetaren e Partisë së Re Demokratike, Emilia Rexhepi. Ajo e konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdim të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje, si fituese në zgjedhjeve të fundit dhe mbështetjes së kryeministrit Kurti në formimin e qeverisë së re, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Theksojmë se presidenti Vjosa Osmani të martën caktoi 15 prillin si datën kur do të mbahet seanca konstituitive e legjislaturës së nëntë. Pavarësisht caktimit të datës, lëvizja vetëvendosje ende nuk ka treguar se kush do të jetë kandidati i saj për kryetarin e kuvendit. Partia fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit nuk ka treguar as se me kë do ta formojë qeverinë Kurti 3. Deri më tani zyrtarët më të lartë të kësaj partie kanë thënë vetëm se do ta formojnë qeverinë e re, por nuk kanë treguar nëse i kanë arritur të bëjnë 61 vota për këtë gjë. Për këtë çështje sot ka folur edhe nënkryetari i vetëvendosjes Glauko Njufca. Në një prononcim të shkurtër, ish kryetari i kuvendit ka treguar se me kënd VV-ja do ta formojë qeverinë. Krejt çka presim është që të themelohet shumë shpejt qeveria e Republikës së Kosovës në parlament. Fillimisht parlamenti duhet të konstituohet, ka thënë Konjufca. Një ditë më parë, qëndrimin e saj e ka dhënë edhe ministra në detyrë drejtësisë Albulena Axhiu. Ajo ka lënë të nënkuptohet se vetëvendosje do të tentojë të komunikojë veç me deputetët e partive opozitare. Besoj se tashmë pas certifikimit të rezultateve vazhdon puna për themelimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, gjëgjësisht edhe për qeverinë Kurti 3. Ne do të kemi përpjekje të vazhdueshme për të takuar grupe parlamentare, përjashto këtu opozitën, pra me partnerët tanë të koalicionit, të cilët edhe jemi, por edhe natyrisht me të tjerët të cilët do t'i kemi, u shpreh Axhiu. Ajo që dihet është se pa ndihmën e partive opozitare, vetëvendosja nuk mund të formojë institucionet. Deri më tani 3 partitë opozitare kanë bërë me dije se nuk bashkëpunojnë me partinë në pushtet, përveç nismës së drejtuar nga Fatmir Limaj.